Aleksios Idrizi, një 17 vjeçar me origjinë shqiptare nga Belshi, po shfaqet si një nga talentet më premtues të futbollit. I lindur më 25 qershor 2007 në Selanik dhe më pas i zhvendosur në Suedi, ai u spikat që herët për talentin e tij, duke shënuar mbi 200 gola në nivelin e moshave gjatë 4 viteve të fundit. Aleksios Idrizi, një 17 vjeçar me origjinë shqiptare nga Belshi, po shfaqet si një nga talentet më premtues të futbollit. I lindur më 25 qershor 2007 në Selanik dhe më pas i zhvendosur në Suedi, ai u dallua për herë të parë për talentin e tij, duke shënuar mbi 200 gola në nivelin e moshave gjatë 4 viteve të fundit. Prej shtatorit 2024, Idrizi është pjesë e Akademisë së futbollit të Arisit të Selanikut, një klub me histori në Superligën greke. Ai është i aftë të luajë në disa pozicione, përfshirë mbrojtës i djathtë, mesfushor dhe sulmues. Në kampionatin grek për U17, ai ka bërë paraqitje mbreslënëse duke u bërë një lojtar kyçi i ekipit, me idhuj si Messi dhe Ronaldo. Idrizi synon të arrijë nivelet më të larta të futbollit evropian dhe aspiron të luajë për ekipe si Barcelona, Milano dhe kombëtarja shqiptare. Me përkushtim dhe disiplinë të jashtëzakonshme, ai është një frymëzim për të rinjt shqiptar dhe një emër për të mbajtur në vëmendje në futbollin ndërkombëtar.